shkolla profesionale në vetvete këtë ka avantazh sepse të përgatit të dalësh me njëherë në treg. Nëse do të marrim një student i cili ka mbaruar universitetin, ka një formim kryesisht teorik dhe më pas do duhet që të mësohet me tregun e punës, së pari të kërkoj për vakanca dhe të siguroj një vend pune, por më pas do duhet të kaloj një kohë gjatë pasi nuk ka pasur shumë, le të themi, ndërveprim me vendet e punës apo praktika profesionale. Ndërsa shkollat profesionale pikërisht këtë kam përmirësuar. Kam mundësuar këtë pikërisht sistemin dual, ku nxënësit gjatë kohës që marrin një uri teorike, në të njëjtën kohë vendosin në praktik informacionin e marrë dhe normalisht përgatiten dhe janë menjëherë të aftë të jenë disponibël në tregun e punës, çka garanton dhe të ardhurat të menjëhershme. Pra nuk është se do të kenë humbje kohe për të kërkuar vende pune apo për të mësuar, le të themi, me kërkesat që ka tregu i punës.